Klubi i Vllaznimit ka zhvilluar garat individuale në kuadër të kampionatit individual të Kosovës në badminton. Të dielën e Prishtinë, Vllaznimi u paraqit me ekipin e tij në grup moshat U11 deri në U19 në të dyja gjinit, që në total morën 19 medalje, nga ato 7 të arta, 6 të argjenta dhe 6 të bronzta. Për këtë sukses foli edhe përfaqësuesja e klubit. Fatëbarësisht e kemi një rini, e kemi një fëmijëri shumë të mirë dhe të shëndetshme, bazë normal, bazë edhe të angazhimit edhe të punës tem, që mi arrit qëllimet se çka po du me arrit në të ardhmen. Pra tash këtë fundjavë që shkoj të dielën, domethënë, kemi pas garat individuale në sportin e badmintonit, pra diet për atë sport, ku kemi pas të arritura të mëdha, pra prej këtë 10 shpërblimeve të vendeve të para, na vetëm i kidnapuam, i morëm ato 7 vende të para dhe i kemi edhe 12 vende pozicionit të ndryshme, veni 2 të veni 3. Po ashtu Haxhiu tregoi rreth të ardhmës që e pret klubin. Tash në të ardhmen, po. I kemi edhe garat double, ku janë qift edhe garat double mix. Po ashtu e kemi edhe top 5, ku ato përzgjedhen top 5 më të mirët të vendit të Republikës Kosovës. Klubi i badmintonit Vllaznimi vazhdon të prodhojë talent të rinj, duke dëshmuar punën dhe përkushtimin e vazhdueshëm në këtë sport.